Qeveria e refuzoi propozimin e kryetarit të LSDM-s Venko Filipçe për shpalljen e një referendumi ku qytetarët do të deklaroheshin nëse janë për ndryshime kushtetuese për përfshirjen e bullgarëve me qëllim vazhdimin e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Nga qeveria theksojnë se orientimi strategjik i shtetit drejt Bashkimit Evropian tashmë po dëshmohet në praktik. Të mos humbim kohë dhe paratë qytetarëve, ne jemi për BE-n dhe ky është orientimi ynë strategjik, të cilin edhe po e dëshmojmë me vepra. Në fund të fundit, heqja e misionit vlerësues nga Këshilli i BE-s, si dhe hapja e fondeve nga Agjenda reformuese për Maqedoninë janë treguesi qartë i orientimit evropian të kësaj qeverie. Në reagimin e saj, qeveria i drejton kritika opozitës, duke rikujtuar përvojat e mëparshme në procese të tilla. Ndërsa se si duket kur LSDM-ja angazhohet për referendum pa garanci për të ardhmen evropiane, qytetarët kishin mundësi ta shohin përmes shembullit konkret të referendumit të fundit të organizuar në vitin 2019. Ata edhe sot vazhdojnë të jenë indi i but i identitetit maqedonas. Lideri social-demokrat Venko Filipçe, dje duke i bërë thirrje pushtetit që të shpallë referendum që qytetarët të vendosin për të ardhmen e vendit dhe rrugën e tij drejt Bashkimit Evropian, tha se kjo nuk është çështje politike, por referendum dhe çështje për çdo qytetar. Në ndërkohë edhe sot LSDM-ja vazhdon të insistojë për shpalljen e referendumit. Sipas tyre, me refuzimin e qeverisë për referendum, cënohet e ardhmja e fëmijëve tanë. Ние во sada sama не го прифаќаме тоа. Јас како мајка на 2 деца не можам да го прифатам тоа. Ne nuk e pranojmë këtë. Unë si nën e 2 fëmijëve nuk mund ta pranoj, nuk mund të shoh se si shumë prindër përcjellin fëmijët e tyre nëpër aeroporte. Nuk dua që fëmijët e mi nesër të rriten me ndjenjën se mënyra e vetme që të kenë jetë normale është ta braktisin vendin. Referendumi nuk është çështje politike, por çështje e familjeve tona, fëmijëve dhe të ardhmes së Maqedonisë. LSDM-ja potencon se qytetarët duhet të vendosin nëse janë të gatshëm që ata, familjet e tyre dhe fëmijët të paguajnë çmimin e politikave të gabuara të Mickoskit.